Shumë pronarët. Pikërisht pra. Dhe Tirana nuk më bën dramë. Po të shohësh kur kampionati i fundit. 3 vite ka. Po, e vërtetë është. Ishte Teuta në mes, pastaj ishte prapë Tirana. Po. Pastaj Partizani. Kështu që nuk është ka qenë plus një kampionat i iku ndeshjen e fundit. Po. Kështu që nuk është se ka pasur atë menaxhimin skëtesh, mund t'i vëmë një damk familjes Alili. Por pjesa tjetër për 2 vitet e fundit. 2 vitet e fundit jam dakord që aty ka pasur një krizë dhe kriza ka qenë shumë e thellë. 2 vitet e fundit, një vit shkove luftove për play-out, vjet, edhe me zi shpëtove, me ekipin e 4-5 të Tani kriza është financiare, drejtuese, sportive. Dhe këtë vit i pona të ujra. Mendoj drejtuese. Nuk është krizë financiare. Jo, nuk e besoj. Është drejtuese. Ka edhe pak probleme financiare, sepse po të shohësh dhe nga ai studimi që unë kam bërë, nëse buxheti një viti për Tiranën, Roga ka të deklaruara diku te 200 milion lek, plus minus. Të vjetra më? Aq pak? Në muaj. Në vitore. Po të tjerat i jep kesh. Të tjerat janë pagesa kesh, shpërblime dhe detyrime të tjera ku përfshihen gjyqet e humbura. Jo, sa janë këto keshat e shpërblimet, sa kuptoj sa është buxheti vjetor.